Mirëmbrëma dhe përshëndetje për zemër ta. Jam këtu pas gjithash për të shprehur mirënjohjen time më të pakufishme, nderimin më të thellë për të gjithë ata demokrate dhe demokratë që sot votuan për riafirmimin tim në një votbesim masiv në krye të Partisë Demokratike. Një mirënjohje e veçantë shkon edhe për ata që votuan ndryshe. I garantoj se vota e tyre ndryshe apo kundër abstenim qoftë do mbahet shërim në kuptimin e asaj që do bëj gjithçka për të dhënë përgjigje më të mirë atyre hezitimeve apo vrekjeve për të cilat ata votuan kundër ose abstenuan. Jemi një familje e mbrojtur në palës të qelisë me diversitetin, me standardin demokratik. Shumë mirënjohje për ata qindra e qindra komisionerë në të katër anë të vendit, të cilët organizuan këtë proces shembullor në të gjitha degët e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Falënderim të përzemërt për kryetarët, udhëheqësit politik të qarqeve, kryetarët e degëve të Partisë Demokratike në mbar vendin, kryesit dhe të gjithë ata që kontribuan në këtë proces. Por unë sonte duhet të them të gjithë të 10.000 demokratëve se për mua në të gjitha votimet nga shtatori vitit 91 deri sot, ky është votimi më i rëndësishëm, më i jashtëzakonshëm. Sepse me këtë votbesim ju vendoset të ecim të pamposhtur drejt qëllimeve tona madhore. Të ecim të pamposhtur në përmbushjen e misionit të madh. Imagjinoni ju, rreth 40.000 gra dhe burra, djemë dhe vajza politik që ngrihen fuqishëm pas betejësh të fuqishme për të vazhduar luftën tonë, gjerë në fitore të plotë. Ky është një besim i madh
i të gjithë ju që morët pjesë sot në votim, në forcën, në vizionin, në vendosmërin e Partisë Demokratike për të përmbysur diktaturën e dytë në Shqipëri. Me votën tuaj, ju keni lënë pa gjuhë organizatën kriminale dhe kreun e saj. Keni lënë pa gjuhë kartelet e drogës dhe lidhjet e tyre me qeverinë. Keni lënë pa gjuhë mafien e të mërshme, të fjalës së lirë, e cila ka 2 muaj që në një agresion mediatik të papar bën gjithçka të përballët këtë proces në të fuqishmi që ka njohur Partia Demokratike në tërë ekzistencën e saj. Bën gjithçka tu mashtroj, tu dekurajoj, bën gjithçka në zbatim të porosive të kreut të narkoshtetit, garantoj mafjen qeveritare dhe vasalën e saj, se lufta jonë është absolutisht e pa kompromis, se fitoria jonë është e pashmangshme. Se ky proces zgjedhor që mbyllet sot ka nxjerrë Partinë Demokratike më të fortë se kur në ekzistencën e saj. Miq, u përballën me një diktaturë autoritare e cila shpërbëri zgjedhjet, e cila ngërtheu, korruptoi mediat dhe gjuhën shqipe, gjuhën më të bukur, me mashtrimet, me trillimet, e përdor propagandën e saj. Po ja ku jemi. Me votën tonë, si të votuam të lirë sot, do votojnë shqiptarët nesër. Ky është betimi. Ndaj dhe Edi Rama dije mirë se për këtë ushtri 40 mishe ti ke zero legjimitet, se ti kudo që shkosh, edhe në hënë dhe prapadielit, shkon një hajdut i shpërftyruar. Shkon një sharatan. Shkon njeri pa legjimitet. Ndaj dhe do trajtohesh si i tillë deri ditën e largimit tënd nga pushteti. Parti e votës lirë. Mendove se me 11 maj fitove. Buzëqeshën ta ngrim. Muaj më parë, dhe prej shumë muaj kalon, nga skena në skenë, gjysmë mejt
gjysmë gjallë, kufon politike. Ndaj dhe fundin e këtu shpejt. Demokratë, sot ju keni votuar për një parti demokratike të ripërtrirë plotësisht, për një parti demokratike të modernizuar në të gjithë dhëmtarin e saj, për një parti demokratike të vizionit më të shkëlqyer për Shqipërinë dhe shqiptarët, për një parti demokratike më të vendosur se kur në misionin e saj. Edhe njëherë, rroft Partia Demokratike fitore. Faleminderit. Atëherë, faleminderit shumë. Edhe një